Ish drejtoresha e filialit të Postës në Durrës, Elisabeta Mataj, shefja e financës Valbona Hoti Duni dhe arkëtarja Paola Dana janë vënë në pranga nga policia pasi dyshohen për shpërdorim detyre dhe abuzim me fondet. Nga hetimet dyshohet se gjatë muajve prill dhe maj të këtij viti, të treja punonjësit kanë përvetësuar 69 milion lekë të rinj, shumë e cila ishte planifikuar të arkëtohej nga filiali Postës Shqiptare në Durrës për degët Shijak dhe Kruj, me qëllim shpërndarjen e pensioneve dhe ndihmave sociale për qytetarët e këtyre zonave. 2 ditë më parë, Posta Shqiptare njoftoi shkarkimin nga detyrat të drejtueses së filialit në Durrës pas zbulimit gjatë një kontrolli të brendshëm të parregullësive në administrimin e fondeve që lidhen me shërbimet e pagesave, të cilat besohet se kanë shkaktuar një dëm të konsiderueshëm ekonomik. Hetimet vijojnë për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë ligjore të personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë veprimtari kriminale, shifra e të cilës mund të arrijë deri në 3 milionë euro.